Buqim në Bu CHI Bu CHI podcast. Përshëndes Brunilda. Përshëndetje. Si je? Mirë se ju gjej. Mirë se erdhe. Na bëhet shumë qefi që arritëm ta organizonim këtë episod së bashku. Është edhe për mua diçka e re, ose relativisht e re temi me figura që kanë një lloj statusi siç je ti, edhe të tjerë. Pavarësisht se persona të ndryshëm mund të mendojnë të kundërtën, por që unë kam bindje për këtë. Unë të falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi, sidomos me podcaste të tilla ku kryesorja është zëri qytetare dhe idetë e reja, njerëz të rinj. Po, nuk diskuton, nuk jemi tek flasim i Edi Ramës, që nuk do i bëjmë shefin asnjë njeriu, do diskutojmë ato gjëra që për ne janë të rëndësishme ose që ne mendojmë se janë të rëndësishme edhe për njerëzit e tjerë. Okej. Brunilda. Po. Informacionin e parë që kam marrë kur kam të folur me Klajdin nga Nisma Thuri ka qenë se je kandidate për Bashkinë e Tiranës. Po. Kandidate për këshill? Po, në këshill, patjetër. Kandidate për këshill. Përpara se të kalojmë atje, unë të doja që të bëje një prezantim të shkurtër për gjithë ata që nuk të njohin të profilit tënd. Okej. Unë me gjithë modestin që më karakterizon për të folë për veten, shkurtimisht unë jam Brunilda Drami, jam kandidate për Këshillin Bashkiak të Tiranës. Aktualisht jam me profesion ekonomiste dhe menaxhim shitjesh. Kam 11 vite e diplomuar edhe në tregun e punës. Jam lindur edhe rritur në Vlorë, duke qenë kam diku te 8 vite në Tiranë. Nuk është ndonjë ndryshim i madh pasi e reflekton kaq vite, por fillimisht kur vjen nga një qytet tjetër në Tiranë, të kap ajo shpresa dhe dëshira e mirë që mund të ecësh shumë para. Ajo që unë gjeta tek Nisma Thurje, pasi si profesion nuk më lidh fare me politikën, apo nuk kam pasur ndonjëherë iniciativa dhe ambicie në politikë, ishte fakti kur përballesh me realitetin, në kuptimin që jeton vetëm, fillon shikon dhe rritesh piqesh pak, sepse mosha 20 e pak vjeçare ndoshta je akoma në ato dëshirat edhe dëfrimet e jetës. Në momentin që kërkon të marrësh më shumë përgjegjësi dhe jeta nga të përballet shpeshherë me përgjegjësi që dhe nuk i pret, shikon pastaj vlerëson mundësitë rreth e rrotull se çfarë mund të ofrojë Tirana, Vlora apo çdo qytet tjetër dhe Shqipëria në përgjithësi. Unë jam njohur me Nismën Thurje që në 2015 faktikisht nga rrjetet sociale, si në përgjithësi këto faqet kundër sistemit, le ta konsiderojmë kështu Thurjen, edhe disa faqe të tjera. Pastaj në 2019, në mos gaboj si vit, kam marrë pjesë në turin kombëtar të Nismës Thurje si një qytetare thjesht, pa impenjime politike apo dëshirë për të impenjuar më shumë. Thjesht pata dëshirën të kaloja në anën e partive të reja dhe jo më dy të mëdhave, sepse u pa që ndryshimi nuk vjen nga dy të mëdhat. Më vonë pastaj, në 2021 mora pjesë edhe si kandidate në zgjedhjet e 2021 për Tiranën dhe ja ku jemi në 2023 po për Tiranën. E kuptoj. Po përpara përmendë faktin që nuk është ndryshimi shumë i madh me Vlorën. Vërtet e beson këtë gjë, për shkak sepse unë jam origjinë nga Berati, pavarësisht se nuk jetoj në Shqipëri, po jetoj jashtë. E vëre që çdo gjë që është jashtë Tiranës është si gjë e dorës dytë, për mos thënë dorës tretë, që janë goxha të parëndësishme, disbalanca është kolosale. Mendon se janë vërtet afërta? Kur them nuk ka ndonjë ndryshim të madh, e kam fjalën për mundësitë dhe vështirësitë, që do thotë Vlora nuk është një qytet jo i zhvilluar, apo që nuk ka popullsi,
pavarësisht se këto 2-3 vitet e fundit, sa herë që kthehem edhe shkoj atje, pasi më duhet njerëzit e mi kam akoma atje një muaj të paktën ta vizitoj. Gjithnjë pak të njohur gjej, edhe kam filluar pi dhe kafen vetëm në Vlorë, por në bazë të mundësive që ke dhe mundësisë për të diversifikuar, dhe Tirana po bëhet pak a shumë, që do të thotë, nëse ne në Vlorë kishim vështirësinë e gjetjes së një tregu pune, të duhet 1 muaj para apo 2 të futesh mik mbas miku për të ndryshuar vendin e punës, në Tiranë tregu punës nuk është i vështirë, pasi ka shumë sektor privat dhe unë jam e fokusuar kryesisht te privatët, asnjëherë s'kam pasur ata ambicien si ekonomiste në shtet apo në administratë shtetërore. Por në Tiranë ke vështirësitë e tjera që shtrenjtësia e jetës është shumë herë më e lartë. Që do të thotë shtrenjtësia e jetës, detyrimi për të bërë nganjëherë dhe 2 punë, për të përballuar, po flasim për një jetesë dinjitoze, jo mbijetesë. Të detyrohesh të bësh 2 punë, nuk ke më kohë të lirë, nuk ke më të afër bashkë që në një moment vështirësie ti kesh krah apo gjëra të kësaj natyre. Prandaj them që janë shumë shpesh Vlora dhe Tirana apo rrethet e Tirana janë nuk është se të ofrojnë ndonjë gjë të madhe për sa i përket këtyre mundësive. Nëse në rrethe ke vështirësinë e punës, këtu ke vështirësitë e tjera që nuk arrin ta shijosh jetën. Kjo është si E kuptoj, këtë pjesë e kuptoj, ne e vëmë re jashtëzakonisht shumë, ne që jemi jashtë fare, domethënë sepse nëse ti e ke një orë larg dhe vetë çdo javë ose çdo muaj ne të planifikojmë me Dua të thoj diçka. Ne si shqiptar, duke qenë një pjesë e mirë emigrant, unë familjen time kam jashtë, motrën, prindrit edhe unë jam e vetmja këtu, me dëshirën e madhe për të vazhduar këtu dhe jo për të ikur. Por nëse jashtë dhe një emigrant që nuk është vendali, arrin që me një punë të jetojë një jetë normale, jo luks, po diçka që mundet ja lejon vetes dhe një trek apo një darkë jashtë, në Vlorë apo në rrethe me një rrogë nuk e ke atë mundësi se rrogat janë të ulta, në Tiranë ku rrogat janë pak më të mëdha, është jetesa më e shtrenjtë dhe prap nuk e ke atë mundësi dhe prandaj po them, duke qenë shqiptar në vendin tonë ne duhet të na mjaftonte një punë, duhet të na mjaftonte një rrogë për të bërë një jetesë normale standarde. Familja jote është jashtë tjeve, pse ke ndenjur Brunilla? Pse ke ndenjur kur familja jote është, pse nuk e ke bërë dhe ti si gjithë tjerë thonë që të bëjmë letra me familjen, bashkim familjar, ikim gjithë për një jetesë më të mirë. Ti ke duket, domethënë, derisa ke 11 vite që ke çarë në treg aty në privat, duket që kapacitetin e ke, nuk të mungon. Pse nuk e ikur ti si gjithë tjerë? Ti ikesh, do jetosh më mirë në një vend tjetër. Po unë u linda u rrita në vendin tim dhe të iki në një moshë ku më duhet ta filloj jo nga zero, po nga minusi, më duket pak pse ta bëj. Domethënë unë të detyrohem pasi kisha krijuar edhe një treg pune 6-7 vite, pasi po flas për 2018-ën e 19-ën ku isha shumë e dyzuar që të ikja dhe me mendimin më shumë për të ikur për të gjetur mundësitë. Unë e dija shumë mirë që po të iki, edhe di shumë mirë aktualisht që po të iki jashtë nuk filloj dot punë si ekonomiste, do më duhet të sakrifikoj 3 deri 5 vite ose ndoshta edhe më shumë për të krijuar diçka në një profesion si ky që kam apo të ngjashëm. Dhe mendova, duke qenë se këto sakrifisa do jenë gjithsesi 3-4 vite, 5 vite, atëherë mendova pse mos i sakrifikoj në vendin tim. Ndoshta sakrifisa do jetë pak më e fortë, sidomos kur mendon që të bësh bashkë me një organizatë politike apo një lëvizje politike, por në fundit mendova i fundit i mojkanëve nga familja ime do jem unë dhe kështu që po qëndroj. E kuptoj. Lidhet, domethënë gjërat i përshtaten profilit lidhen bashkë vetëm ke qëndruar, ke filluar dhe bërë pjesë. Si ka ndodhur hera e parë? Mbasi ke parë ato faqet aktivizmit për sistemin, si të zhbushur mendja që unë sot do futem tek nismathurja? Po faktikisht, siç e thash, nga postimet në Facebook ishte ftesa për turin kombëtar të nismësurje. Unë me dëshirë të madhe kisha dëshirë të merja në pjesë në turin kombëtar të Vlorës. Por duke qenë e punësuar në Tiranë në 2018-19 kur filloi turi kombëtar, nuk kisha mundësi gjatë javës të shkoja dhe kështu që u detyrova mora pjesë në këtë të Tiranës. Dhe aty pastaj duke u regjistruar si pjesëmarrëse te Pallati i Kongreseve në këtë tur, aty pastaj u lidhëm kontaktet dhe para zgjedhjeve të 2021-shit pata dhe ftesën për të kontribuar si vullnetare tek
nismathurje, por ja që fati deshi të ishim edhe përfaqësues. Çfarë të bashkonte me lidhjen në thurje? Cilat janë vlerat e tua personale që përputhen një me një me vlerat e nismës thurje si lëvizje edhe më pas parti? Dëshira e madhe për të dënuar ata që abuzojnë, që do të thotë, ka shumë parti në Shqipëri, mos gaboj mbi 100, shifrën e saktë se di, po nga asnjë parti unë nuk kam parë një denoncim. Edhe kur flas denoncim, jo denoncim në media, po denoncim në prokurori apo në SPAK që është tani. Dhe duke qenë se denoncimin e parë nismathurje ka bërë, mos gaboj, në janar të 2019-s, e ka bërë, jo, në dhjetor të 2019-s, aty unë isha e bindur që nismathurje do ishte një nga partitë që ka shpresë, sepse ka dhënë provën që nuk ka frikë të denoncoj, por nuk e them të një edhe përsëris, denoncimet në media më shumë për të ofenduar njëri tjetrin dhe më shumë për të hedhur balt mbi konkurentin apo mbi kundërshtarin politik, për mua janë të shumëzuara me zero. Mua më intereson si qytetari thjesht, ato para që vidhen nga buxheti i shtetit dhe janë në dëm të një qytetari normal, është mirë që të shkojnë me dokumenta në prokurori apo në një organ që ka mundësi t'i dënoj këta politikanë. Dhe nismathurje ishte vetmja në atë moment dhe e para që e bëri. Që do të thënë të përmbledhi me fjalë të shkurtra, thjesht nismathurje dhe ti në të rastin të vid jeni dy etni ose më saktë një etni në këtë rast, që janë të etur për drejtësi, le të them. Po. Unë personalisht kjo më ka tërhequr tek nismathurje. Cila është natyra e nismës thurje si lëvizje politike? Ku edhe nuk po flasim atë modelin e ndryshkur shqiptar që është PSPD, por ideologji politike në kuptimin e majtë, të djathtë, të përzjera, social-demokrat. Ku gjendet nisma thurje? Duke qenë se unë vi në natyrë ekonomike, këto edhe sidomos në Shqipëri e majta dhe djathta janë të kundërtat e asaj që duhet të realisht të jenë. Unë personalisht e shikoj nismën thurje me një kontribut në politikat qendrore, jo të majta, jo të djathta, edhe sepse jemi të prirur drejt kauzave civile, sociale, apo denoncimeve që kanë të bëjnë me abuzimet, që do të thotë, duke qenë se jemi dhe një si lëvizje jo e re, se nga 2014 nisma thurje s'është më e re, por në tregun politik dhe në ofertën politike jemi të rinj, ne nuk mund të premtojmë njerëzve gradaçela, ura me pamje nga deti apo tramvaje me shpërthime atomike që të çojnë për 3 sekonda ndurës. Ideja është që ne po kërkojmë të bëjmë ndryshim duke filluar nga baza që është një qytetar i thjesht. Është një informim ose disinformim publik për mundësitë juridike që një person i thjesht ka për të denoncuar një korrupsion, një politikan apo një aferë korruptive, dhe ne këtu jemi kryesisht bazuar duke denoncuar dhe duke kërkuar ndryshime që vijnë nga gjëra shumë të vogla, siç ishte verën e kaluar për shembull, ne kemi bërë mbledhjen e firmave për plazhet 100% publike, që ndoshta një njeri apo një politikan i madh as do t'ja di fare, dhe madje i leverdis që mos të kenë kauza të tilla, sepse është më shumë klienteliste si kauzë për ata se sa në përfitim të publikut. Në kuptoj. Cili është roli yt tek nisma thurje? Ma mendoj keni edhe ju organizimin tuaj që dikush merret, nuk e di, me denoncime, dikush merret me buxhete, dikush merret në cilën pjesë je futur ti ose për cilën pjesë ke përgjegjësi? Ne kemi një strukturë pak më modeste se një, le të themi, parti tradicionale. E para në ana juridike, ka të tjerë që merren për përpilimin e kauzave apo gjërave, denoncimeve juridike që duhet bëhen. Duke qenë se unë jam në fushën e ekonomisë, kryesisht edhe menaxhimit të shitjeve, kryesisht kam të bëj me atë pak ekonomi shtëpiake, e konsideroj unë, sepse buxheti është pak a shumë i ngjashëm për 4 vjet. Është një ekonomi shumë e vogël për të përballuar shpenzimet e vogla, dhe gjithashtu menaxhimi i shitjeve që mua më lidh automatikisht me menaxhimin edhe të rrjeteve sociale dhe komunikimin me njerëzit. Kuptoj.
Për sa i përket buxhetit kur thua të vogël e ke krahasimisht apo është definitiv i vogël për një forcë partijake? Jo, është i vogël për të menaxhuar në kuptimin që kryesisht pjesa kryesore jona është dhe që kemi qenë edhe para 2021-shit janë kontributet vullnetare që edhe ne si antar mundohemi me diçka që të kontribuojnë sepse dim shumë mirë që nga detyrimet kryesore, qiratë e zyrës e shpenzime normale që një strukturë ka nevojë, por edhe për sa i përket pasaj buxhetit që morëm nga KQZ, ajo pastaj është relativisht i vogël për të shtyrë dhe për të hapur aktivitetin edhe jo vetëm në Tiranë, pasi është shumë i nevojshëm dhe në rrethe. Mua më duk, unë kam parë sepse kam pasur zotin Celibashi në podcast edhe pasi më njoftoi që kishte data ose informacione për tonë, kam parë dhe buxhetet që ishin shpërndarë juve dhe lëvizja bashkë më duket se quhen tani. Ishin krahasimisht buxhetet le të themi qesharake në krahasim me buxhetet që ishin përcaktuar të tjerëve. Me atë stad që jeni tani, është mjaftueshëm për ato që doni të bëni ju? Është mjaftueshëm vetëm për disa struktura, që do të thotë ne patëm një vështirësi shumë të madhe edhe me rrethet, sepse nismathurja nuk është vetëm në Tiranë dhe me dëshirë të madhe nuk do donim të ishim vetëm në Tiranë si kandidat. Ne jemi aktualisht kandidat në 10 bashki të ndryshme, por me një vështirësi të madhe ekonomike për t'i përballuar, pasi dhe transporti dhe njësitë ne dhe si zyra që kemi vetëm këtë të Tiranës të mbështetur nga fondi që kemi zyrtar, përveç donacioneve që vinë, kështu që kjo tregon faktin që vështirësia e madhe qëndron përderisa ne nuk jemi fizikisht në qytetet tjera. Jemi me persona paktjetër, por prezenca fizike të ndihmon shumë dhe kjo ndikon shumë edhe nga pjesa ekonomike. Ne ka vërë këtë sepse nuk e di nëse lista që është në faqen e internetit është e updateuar, sepse atje përmendeshin akoma zgjedhjet e vitit 2021, por kam vërë që kandidat për Beratin ishte vetëm një për shkak, dhe mua një më duket jashtëzakonisht pak. Për zgjedhjet e Për zgjedhjet e 2021, do të thënë kandidatët që janë të listuar në faqen nisma.al. Po, jo, listat në 2021 kanë qenë të plota se dhe legjislacioni nuk ta lejon që të kesh lista me 1 ose 2 kandidat, për çdo qark duhet të jenë të plota, por është çështje e updatimit të faqes ndoshta. Ja kuptoj. Kjo është diçka që në brendësi më shqetëson edhe mua si bleon, njërë pasaj si qytetar, sepse topi luhet gjithmonë në Tiranë. Edhe jo se kjo është një gjë e keqe, se normalisht dhe përputhia është e përqendruar aty, të gjithë institucionet shtetërore janë po ashtu të përqendruar aty, po ndonjëherë duket sikur rrethet janë kështu që mund të jenë, po edhe po nuk ishin, nuk kanë ndonjë gjë, sikur të lënë pas dore. Faktikisht unë do doja për ato rrethe që njoh dhe që e di që ka prezencë të njerëzve sidomos të pakënaqur, unë do doja shumë që të kishte njerëz prezent. E para punës në rrethe ekziston edhe siç thash vështirësia për t'i kontaktuar dhe për t'i mbajtur njësi të gjallë me prezencë fizike të një zyre, por edhe për t'u organizuar në aktivitete të ndryshme në ana financiare, por pjesa tjetër është dhe fakti se kemi në rrethe një shpopullim tepër më të madh se në Tiranë. Siç e thash edhe më parë, që në qyteti nga ku unë vi, një pjesë shumë e mirë, 70% e shoqërisë time të njohurve të mi, që kanë qenë dhe në punë goxha të mira, apo me aktivitete me biznese tregtare, ideja është që po përpiqen shumë që të ikin dhe rrethet janë të prekur numër 1 për shpopullim dhe është gjithmonë të pakënaqurit janë ata që ikin të parët. Dhe ajo është edhe baza jonë e votuesve apo e përfaqësuesve në zgjedhje dhe në media. Kështu që kjo është. Sa i përket futemi pak në problematika reale, domethënë siç është ikja, sepse shumica atyre që ikin zakonisht ikin ose ata që janë të shkolluar dhe nuk gjejnë mundësi, ose ata që janë të pashkolluar dhe prapë nuk gjejnë mundësi dhe duan të fitojnë diçka më të mirë. Çfarë nuk kuptoj unë dhe unë vërtet nuk e kuptoj, se unë kam pikpamjen time personale i djathtë qendror.
ose shumë konservator, modern apo ku diçon, këto epitetet nuk është se më pëlqejnë shumë. Thjesht jam ekonomikisht i djathtë dhe nga ana shoqërore i majt, e thënë me pak fjalë. Tani një person që ka hapur një lloj biznesi, edhe që kërkon të largohet, mendon ti se ka fajin shumë shoqëria apo shteti në atë rast? Sepse është ky paradoksi në Shqipëri që ka 25 kafe në 2 kilometër rrugë. A janë bizneset, a e kanë ndjekur bizneset tregun? Për sa i përket problematikës të shpopullimit, unë mund të them që kryesisht unë nuk dua ta hedh fajin tek qeverit, jo për faktin sepse nuk e kanë, por për faktin sepse qeverit bëhen nga populli që është. Ne jemi kënaqur në vite, sidomos në kohën e demokracisë mund të flas sepse pjesën para shumë shefi që e the këtë, që ta them, edhe mund të vazhdosh domethënë që e the kështu siç e the, sepse ajo është ajo që besoj edhe unë dhe që është e vërteta në fakt. Po, ne jemi kënaqur në vite nga një rrogë në shtet, nga një punë, nga diçka që mund të përfitonim në mënyra të ndryshme, dhe kemi arritur në fazën ku ne nuk e dim, ose më saktë e shikojmë dhe kemi realitet që ajo rrogë nuk mjafton më. Ato dallavere në për punrat e shtetit nuk i bën dot më, ose i bën me një vështirësi të madhe dhe nuk ke sigurinë që për të jetuar. Që do të thotë, pavarësisht se ti mund të jesh në një punë shumë të mirë, pavarësisht se ti mund të kesh një biznes që po edhe ke ngritur me mundime të mëdha, ama kur shkon për të marrë disa shërbime shtetërore, siç janë policia, gjykata, shëndetësia, ne ndodhemi përballë faktit të kryer që ka një indiferencë totale të institucioneve dhe këtë ne kemi ushqyer pak në pak dhe vetë. Sepse nëse në vitet 90 apo 2000, fillimet e viteve 2000, mund të zgjidhnim punë me një doktor apo me një punonjës shteti të policisë me gjëra të vogla, tani nuk mundemi më se s'na del as rroga jon për të vazhduar, jo më të kemi mundësinë që të mbajmë shërbimet e shtetit me lek. Është siguria sidomos dhe për brezin tjetër, ku mosha jonë që tashmë po bëjmë prindër fillimisht, shikojmë që fëmijët që po rriten 9-10 vjeç i kemi të pasigurt. Dhe kjo është ajo që po ndikon në shpopullim, sepse kemi mbi të gjitha frikën e shkollave, frikën e kopshteve dhe frikën e spitaleve dhe të policisë. Kështu që këto mendoj që janë kryesoret që po ndikojnë në shpopullim dhe ikjen edhe të atyre që kanë mundësi ekonomike për të qëndruar. Okej, për sa i përket mos funksionalitetit të institucioneve, dëgjojmë shpesh në për këto mediat e mëdha se jo po i peshku qelbet nga koka, jo nuk e ka fajin ai, e ka fajin e Dirama, jo po e ka fajin Saliu, jo po e ka fajin Basha. Ideja është që unë kam humbur dhe një çik shpresën si individ, kam pasur një njerëz të smur me bajame, si themi ne, një infeksion fyti. Edhe nuk mua ka prek njëri me dorë, domethënë, sepse unë se dija si funksiononte, sepse unë kam ikur dhe i vogël, nuk e di atë se si funksionon që do të vejë te cepi, ti fuqja të gjën te xhepi që të merrej. Tani edhe në qoftë se ne do marrim një Prince Vidi 2.0, do sjellim njeriu më të pastër të mundshëm, që nuk është fare i korruptuar, janë çdo lloj ingranazhi, është çdo lloj individi që punon në çdo institucion nga fillimi deri në fund. Nuk ka asnjë institucion në Shqipëri që nuk paguhet. Edhe me keqja në mjekësi që është, nuk e di, çfarë pa shpirtësie mund të ketë robi që të presi ato 5.000 lekë, 10.000 lekë apo 20.000 lekë kur ai tjetri ka vajtur për hallin e kokës. E ne themi që gjithkohë do të heqim këtë elitën, Parin e Tiranës e tjerë, sepse e peshku qelbet nga koka, po. Tyre tjerëve çfarë i bëjnë? Gjë kryesore që mendoj është si për të zgjidhur. E para unë mendoj që ka njerëz që punojnë në institucione shtetërore që nuk duan të bëjnë atë që është krijuar opinioni masës. Njerëz që punojnë shumë dëshmërisht edhe nuk e kanë ambicien e lekut apo sepse kanë atë të ardhurat e tyre të cilat i kanë krijuar. E dyta e punës është fakti që ne duhet të fillojmë ndryshimet, ne nuk mund të presim që të fillojnë ndryshimet nga maja e piramidës, sepse atje nuk do fillojnë asnjëherë, kur, zero. Prandaj them që unë jam bashkuar te Nis Mathurje për faktin sepse ka pas guximin që të bëj denoncime dhe jo të atashohet në politikën e vjetër që fatkeqësisht ne kemi parë këto 30 vite.
Do me thënë, në qoftë se ne sot si politikanë të rinj, apo thjesht përfaqësuese, ndoshta politikanë është fjalë e madhe për fillimet tona, por ideja si përfaqësues të një lëvizje civile apo politike, duhet mbi të gjitha të fillojmë ndryshimet nga baza, që janë që nga linjat e autobusit bie fjala, që nga shkollat ku ne shkojmë, që nga mësuesit që për të dhënë një notë dëshirojnë një kurs privat, e të gjitha me radhë. Do me thënë, frika për të mos denoncuar personin fizik të cilën të kërkon rishfetin, dhe jo për të denoncuar, sepse ne dim shumë mirë që fuqinë që ka një qytetar për të denoncuar një funksionar të lartë publik, ministër apo pak edhe më lart, nuk e ka. Kështu që ne duhet fillojmë që atë korrupsionin e vogël, atë 5.000 lekëshin që sot nuk është ndonjë gjë e madhe, por po ti mbledhësh në fundit gjithë 5.000 lekëshat që ti ke dhënë në çdo institucion, bën një palë pushime të mira me familjen për qefin tënd, dhe kështu që kjo është ideja jone të filluarit nga baza dhe nga ato ndryshime dhe kauza civile që politikanëve të mëdhenj nuk u bie fare ndërmend sepse nuk i kanë këto problematika tona. Në rregull. Është të jetë e qartë. Para se të kalojmë specifikisht te Tirana, në përgjithësinë të gjithë Shqipërinë, sipas teje personalisht, pasaj se nisëm thuje, cilat janë 3 ose 4, po minimumi 3 problemet më kryesore, më ato që duhen bërë tani, ato që duhen adresuar tani, problemet më kritike të momentit. Okej. Në nivel, unë këtu mund ta them edhe si personale, po edhe në nivel të nismës Surje, pjesëmarrja dhe vendimarrja e qytetarëve të thjeshtë në ndryshimet bazë, siç janë referendumet. Për mua është problemi kryesor, sepse qytetari nuk e shkon më veten të përfshirë në vendimarrje. Kjo duke filluar edhe nga referendumet civile, por edhe po të shikojmë zgjedhjet që bëhen çdo 4 vjet si vendore, si në nivel të përgjithshëm, nuk të përfshin si individ, që do të thotë ne shkojmë votojmë për një parti, për logo, edhe ndoshta për emrin e kryetarit të partisë, ndërkohë që ne mundemi shumë mirë në lagjen tonë dhe në atë rrethin tonë ku ne kemi drejtën e votës, ne kemi shumë mirë mundësi që të vlerësojmë personazhe, dhe kur them për personazhe, flas për një kandidim midis pavarësisht nga logo e partisë ku je, po ne dim shumë mirë, njohim shumë mirë njerëzit, se kush vjen nga një background normal, i ndershëm, punëtor, e të gjitha me radhë, apo intelektual, po dhe nga ana tjetër, kush vjen nga afera korruptive, kriminale, të gjitha me radhë. Kështu që fakti që e para qytetari nuk është pjesëmarrës në referendume, vendoset një emër rruge, ndërtohet një shkollë, ndërtohet një rrugë e re, apo ka nevojë për një park për fëmijët, ne nuk dim ku të shkojmë të bëjmë një kërkesë, sepse të pret që roja i bashkisë, supozojmë, me këmbë të para të thotë ikse s'është sot këtu, hajde na java, duku na java sot gjyshim. Kështu që mirë, ne tani jetojmë në perandori, tani është ai faraoni që i vë emrat emrat vetë rrugëve. Nëse kalojmë te e dyta dhe e treta. E dyta është pjesa e kodit zgjedhor, që faktikisht unë do doja që të kisha të bëja me personazhe për të votuar, me individ, ku unë mund të vlerësoj përgatitjen, anën edhe morale, sepse në fundit ne nuk mund të marrim njerëz që e para nuk i njohim, po e dyta që nuk janë përfaqësues të denjtë të një rrethi dhe të një komuniteti të thjeshtë. Kjo është, ndërsa pjesa tjetër që unë do doja shumë që të ishte prioriteti cilës do qeveri apo kryetar bashkie apo kryeministër që do të vinë duke filluar nga sot, është siguria kombëtare. Dhe kur flas për sigurinë kombëtare, e kam fjalën dhe për siguri fizike dhe për siguri kibernetike, ku të dhënat tona janë tepër të ekspozuara. Fakti që ne nuk kemi më të drejtën e të mbajturit as targa makine, as llogari bankare, për sa i përket këtyre, dhe për sa i përket sigurisë fizike është sepse ne jemi një ndër vendet me kriminalitet goxha të lartë, ku jemi bërë lajm në media europiane shpeshherë, dhe prodhimi ndër vite i këtij kriminaliteti, përveç imazhit që po është ai që po ndikon shumë në shpopullimin e vendit, duke filluar nga rrethet, po
po ndje edhe në Tiranë. Kuptoj. Disa pyetje të shpejta vetëm për të kuptuar një çik atë statusin ose le të themi ku qëndron nismathurja në përgjithësi. Për sa i përket konfliktit Kosovë-Serbi dhe kësaj kështu ta themi budallëkut që është pikur me Ballkani i hapur, çfarë qëndrimi ka nismathurja? Në vija të trasha, nuk ka nevojë të thellojmë. Si personal, besoj edhe në emër të nisën Surje, ne mendojmë që për ne si shqiptar prioritet është Kosova dhe gjithë shqiptarët që na rrethojnë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Malzi, Maqedoni, madje edhe ata që janë në Serbi, në zonat ku janë kufin me Kosovën. Unë me aq sa e kam vlerësuar, sidomos në ana ekonomike, sepse dakord në ana patriotike mund ta shesin shumë që janë mund ta shesin disa që janë patriotë mëdhenj dhe mund të duan jo Kosova e jona e andej, por nga ana tjetër ne duhet të shikojmë që me çdo lëvizje që ne bëjmë dhe mbështetje që bëjmë jo vetëm Serbisë, por të gjithë shteteve të tjera, duhet të shikojmë se sa ne e dëmtojmë Kosovën dhe nga ana ekonomike Kosova është goxha e dëmtuar për shkak të kësaj marrëveshje, duke filluar që nga produktet bujqësore, duke filluar që nga trau që u vendos në Kukës. Kështu që të paktën Kosova mund të ishte një përjashtim për këtë traun e famshëm të Kukësit, sepse në fundit jemi ne ata që përfitojmë më shumë nga Kosova me të gjithë turizmin që kemi në Kosova, dhe me të gjithë ndihmat, sidomos në kohë të vështira siç ishte ajo tërmeti që kemi patur. Kështu që unë nuk mendoj që duhet ta trajtojmë Kosovën si një shtet çfarëdo, por si një pjesë tonën, të paktën nga ana e trajtimit të marrëveshjeve. Në ana ligjore ka mundësi çdo ligj europian edhe kombëtar të jep mundësinë që ti një shtet ta trajtosh me dashamirësinë që të karakterizon, njësoj siç aktualisht po trajtohet me dashamirësi ndarja e detit në jug apo prioritetet e Serbisë me radhë. Po. E kuptoj. Për sa i përket diasporës, jo diaspora si unë, diaspora që ata nuk janë as diasporë, po siç e përmendët ti përpara në trevat shqiptare, Malezi, Maqedoni dhe Greqi. A ka arritur nismathurja që të ketë një program apo le të themi jeni akoma shumë të vegjël, duhet të hyni një herë dhe pastaj të zgjeroheni në ato lloj degëzime? Ne kemi shumë mbështetës faktikisht në diasporë, si shqiptar të Shqipërisë të cilëve u mohohet e drejta për të votuar, po edhe shqiptar që janë jashtë kufive në Kosovë apo në Malzi e Maqedoni. Fatkeqësisht ne nuk kemi ndjekur politika shumë mbështetëse për shqiptarët që na rrethojnë. Njësoj unë mund të marr shembull, domethënë është një nga shtetet që nuk është ndonjë shembull i mirë për sa i përket trajtimit të njerëzve, por për sa i përket etnive që ai si shtet mendon se i ka të tijat, është Greqia, ku Greqia gjithë ata që mendojnë se janë minoritare dhe dëshirojnë që të jenë minoritare dhe shtetas grek i ka mirë pritur pavarësisht se realisht janë apo s'janë. Dhe unë në këtë rast unë them që ne duhet të ndjekim një shembull ku me fakt njerëzit që janë gjuhë shqipfolës dhe që i përkasin etnisë dhe kombësisë shqiptare, unë mendoj që duhet të kem prioritet dhe lehtësira ligjore për të marrë një pasaportë edhe për të bërë shtetas të këtij vendi. Kështu që unë mendoj kjo do na ndihmonte shumë edhe në diversifikimin ndoshta të politikave, pasi ata që janë jashtë janë më të lirë, më të pavarur për të vendosur edhe më të përparuar në shumë ideologji. Pikërisht, sepse jeta aty nuk varet as nga Edi Rama as nga Sali Berisha, ata e kanë vetë në dorën e vet dhe kanë atë bird view, shikojnë çdo gjë nga sipër si një lloj shahu dhe normalisht votën do e japin me një lloj lehtësie më të madhe sepse nuk ka frikë njeri për vendin e punës. Për sa i përket diasporës, si puna ime, si shumë student që ka këtu, që ne kemi goxha grupime të mira këtu në Berlin edhe në shumë qytete të mëdha të Europës. Dhe një nga gjërat që ne diskutojmë gjithkohës kur mblidhemi çdo muaj është fakti sepse ne nuk votojmë dot. Ne nuk votojmë dot edhe në këto zgjedhje, për shembull, unë nuk kam votuar asnjëherë, sa për kuriozitet. Unë kam ikur 18 vjeç në Shqipëri, nuk kam votuar një herë në jetën time. Sepse ose kam qenë në sezon provimesh, ose kam qenë në punë, ose nuk jam përshtatur çdo gjë, ose kanë qenë ato biletat nga 600 euro, kupton, kur mund të shkosh në Greqi me 20 euro. Këto gjëra të tilla.
Keni një plan konkret, unë dëgjova dhe ndritin të Spacey edhe folëm të që është dëshira për të hecur përpara për të rështuar të projekt ligj, por është stopuar nga partitë. Kjo është tashmë e ditur pothuajse nga të gjitha personat që përfshihen në këtë temë. Po ka në mënyrë tjetër, keni ju një le të themi një armë rezervë ose një as në mend që të detyroni këta që nuk po e kalojnë këtë ligj, ose ka në një rrugë zgjidhje tjetër për këtë? Ne si projekte kemi faktikisht, sepse si që thash, ne kemi shumë mbështetës që janë jashtë kufive që jetojnë, por shtetas shqiptar, me dëshire të madhe kemi. Fatkeqësisht legjislacioni shqiptar nuk të lejon shumë që të bësh ndryshime në kushtetut apo në kod zgjedhor, të cilat mund të vinë si iniciativë qofte njerëzve e pjesë civile, po edhe e partive të përfaqësuara në kuvend. Kështu që duke qenë një gjë e tillë, përveç se presionit politik në momentin që ti bëhesh faktor i qeverisjes në parlament apo në bashki, gjë tjetër nuk është se kemi shumë mundësira ligjore që aktualisht kodi shqiptar t'i lejon. Megjithatë, është një nga prioritetet që ne do kemi në momentin që do kemi edhe zgjedhjet vendore të 2025, besoj, kështu që është prioritet për ne sepse mbi të gjitha është çështje edhe mbështetje, po është edhe drejt për të shprehur vullnetin atyre që kontribuojnë, sidomos me remitanca, siç e thash, familja ime e para është jashtë dhe kontribuon shumë mirë me remitanca, me pagë. Diçka që të prek direkt në këtë rast. Unë do ta bëja gjithsesi dhe pa e ditur, po që në këtë rast të prek edhe në mënyrë direkte, sepse familja jote është jashtë dhe mama jote do ishte jashtëzakonisht më kënaqur nëse ata do votonin nga atje ku ishin. Dhe vërtet, me shumë shtetas evropianë. Më të ulta, sepse siç edhe vet ka bileta nga 600 euro që të detyrojnë të mos vish, por në ana tjetër duke qenë edhe njerëz që kontribuojnë, sepse prindit e mi të parët janë ata që paguajnë siguracionet shoqërore e shëndetësore këtu në Shqipëri për të marrë një pension, pavarësisht se nuk janë në punë në Shqipëri. Kështu që unë mendoj që është e drejta, përderisa ti u merr lekët, duhet edhe tu japësh një të drejtë që është themelore vota. Kuptoj, e qartë. Të kthehemi tek Tirana tash, sepse ajo është dhe tema juaj e momentit që është hot topic. Ma bërë përshtypje diçka që kësaj radhe nuk keni dalë me kandidat për kryetar të bashkisë. Ose të paktën hapur, ose paktën me atë informacion që kam nuk e di është saktë apo. Jo, nuk kemi, jemi vetëm për këshillat bashkiake të Tiranës. Pse? Por sepse para e gjitha vlerësimi i fushatës edhe i dëshirës për të kandiduar, dëshira është e madhe, por bazohet edhe në fakte. Duke qenë se ne, siç e thashë më parë, kemi mundësi fizike, financiare të vogla, ne nuk mund të harxojmë energji dhe mundësi në një fushë ku e dim shumë mirë statistikisht se çfarë ndodh. E para kjo, e dyta, duke qenë se ne jemi të afirmuar politikisht në vija të përgjithshme, nuk është se marrim pjesë për herë të parë në zgjedhje, ne dim që një bazë elektorati e kemi që nga 2021. Kështu që duke mos pasur ata ambicien e të menduarit vetëm për vete, që do të thotë hajde ta afirmojmë si figura, po hajde ta afirmojmë si parti, ne po e lëm atë pjesën, atë pak përqindjen tonë që mund të kemi, po e lëm për të shkuar me mendimin më të mirë në një kandidat që ndoshta ka potencialin dhe e dim shumë mirë që janë midis dy anëve partive më të mëdha ose grupimeve, le ta konsiderojmë nëse grupimi më i madh është ndonjëri nga ata që është aktualisht kandidat. E para është shpenzim energjisë për ne dhe mundësish, dhe e dyta sepse ne politikat tona i kemi të bëjmë kryesisht me kauza civile. Duke qenë se Këshilli Bashkiak nuk ka pasur ndonjëherë asnjëherë, mund të them, rëndësinë që ka realisht një Këshill Bashkiak për të sjellë ndryshime reale në një qytet, sepse në fundit është parlamenti i qytetit, ne dëshirojmë që këtë ndryshim ta sjellim dhe me gjëra që të tjerët nuk i konsiderojnë fare. Me kauza që të tjerët nuk i konsiderojnë, siç janë transporti, po jo të vendosh transport për interesa klienteliste dhe për xhepin e kryetarit që të jep urdhër të ngrësh kartonin. Kështu që për të shpëtuar dhe nga kjo barë, menduam që të përqendrojmë forcat tona dhe energjitë në Këshillin Bashkiak. Kuptoj, pse vërtet mendon
që kandidati i Partisë Demokratike ka ndonjë shans? Unë realisht nuk jam futur fare analizës të demokratikëve të cilëve prej të dyve, për sa i përket shanseve, unë gjithmonë jam me idenë e opozitarizmit, them drejtën, dhe shpresoj shumë që të paktën një nga gjithë kandidatët e opozitës të ketë mundësinë të përfaqësohet dhe të ketë një ndryshim, pasi unë mund ta them urej ose kam bezdi faktin që në qeveri ke një parti, në pushtet lokal ke po një parti, shumica e Këshillit Bashkiak është po e asaj partie, dhe mirë është që një parti që e ka dhënë provën që nuk ka prioritet interesat e qytetarëve, po xhepin e vet, kemi mundësinë që t'ja heqim një pjesë të saj, dhe unë shpresoj shumë që kryetari i bashkisë të vinë nga ana opozitare, pavarësisht cilës do kandidat. E kuptoj. Cili është qëllimi, domethënë, nëse keni parashikuar në numra, domethënë sa këshilltar Bashkia ka dëshirë që Nisma Thurje të arrijë në këtë zgjedhje? Me dëshirë të madhe ne kemi të 61, por në bazë të realen, në bazë në bazë të sondazheve që kemi bërë dhe studimeve që kemi në numrat që mund të vinë, ne variojmë diku tek 7%, 7 deri në 9%. Me numra unë besoj do përkthehet sepse legjislacioni dhe kodi zgjedhor pastaj është në bazë të njerëzve që votuesve që marrin pjesë, jo atyre që janë realisht të regjistruar. Por shpresoj shumë dhe mendojmë që 8 deri në 10 do jetë fasha jonë e fitores. E kuptoj. Pse Nisma Thurje nuk është bashkuar me organizata të tjera, dhe për momentin më vjen në mend Lëvizja Bashk, nuk e di se përputhen ideologjitë, sepse shiko, se harrova të përmendja diçka që është e vërtet për ta thënë njëherë, edhe pse duket shumë absurde ndonjëherë. Nisma Thurje nga shumë persona të ndryshëm, edhe nuk po them politikanë ata që duan të hedhin balë, është cilësuar si e majt e keqe, të kapur, Open Society, Soros, Dreqi, Shejtani, gjitha ato gjërat. Nga dalin këto lloj historish, domethënë, dhe si i bëni ballë, çfarë qëndrimi keni ndaj këtyre? Për sa i përket zërave që vinë kundër, kryesisht ne si lëvizje, si organizatë, si parti, e kemi të formuluar në mendjen tonë që këto do jenë gjithmonë, pavarësisht se kë do kesh në krah, do jesh vetëm apo do jesh me dikë tjetër. Ajo që unë dua të them është fakti, duke qenë se unë që jam bashkuar Nismës Thurje nuk kam qenë një nga themeltarët dhe jam bashkuar shumë më pasi e vlerësova, pasi në atë periudhë kur unë futa tek Nisma Thurje që vendosa të jap atë kontributin tim, kishte alternativa dhe të tjera të partive të reja apo parti që janë ekzistente, dhe duke qenë se Nisma Thurje i kishte dhënë provat që është një parti që nuk ka frikë të denoncojë, që nuk ka frikë të dalë kundër politikës së vjetër dhe që të marrë riskje përsipër, ajo që më bëri mua të bashkojmë Nismës Thurje, besoj se ka dhe të tjerë që me figurë, me zë apo qoftë edhe me vot, ka të tjerë shumë që janë bashkuar. Fakti që na akuzojnë për të blerë, të shitur, të krau të majt apo të pjasë. Sepse Rama thotë i ka nxjerrë Saliu, domethënë për të marrë votën, Saliu thotë i ka nxjerrë Rama për të marrë ne votën. E vërtet është. Ju të djegur jeni nga të gjitha anët, domethënë. Po të shikosh opinionin publik, po them. Po, e para sulmet që të vinë nga partitë e mëdha është normale, sepse ata kanë hallin të hedhin fajin, t'ja varin diku xhaketën dikujt për humbjet e tyre, dhe kjo është gjëja më bazë që bëjnë kryesisht. Pjesa e dytë pastaj, fakti që duke qenë se na akuzojnë për të blerë dhe të shitur, këto janë teori që mund të dalin për cilin do që dëshiron të ngrihet apo të ngrësh zërin kundër një pushteti të caktuar. Kështu që unë mendoj që është edhe një detyrim që çdo parti e re apo individi i pavarur paguan nga politikat që janë bërë këto 30 vjet, që do të thotë kemi pasur raste si kryetari aktual i bashkisë që doli si një
lëvizje e re që do bënte ndryshimin, që do fuste në burg gjithë kastën politike apo ku di unë. Dhe pastaj është këtu ku është sot kryetar bashkëje një prej partive që donte dhe mundi ta blej. Kjo është edhe një, si themi, taks që çdo njeri që do t'i futet politikës apo të ngrej zërin, fatkeqësisht i duhet ta paguajnë kurrizin e vet. Normalisht edhe ata ndihen të cënuar, e kanë vënë, sepse zakonisht kur fillojnë këto histori duket qartë që atyre i ka dhënë diçka. Janë më hamendje se financat edhe mënyra se nga vijnë fondet e nisën zuri çdo gjë e hapur. Është publike, e para, e dyta, KQZ-ja tashmë ligjin e ka shumë të rregullt edhe është goxha strikte me kontrollet. Madje të paktën për ne dhe ato sponsorizimet 5 euro, 10 euro që personalisht bëj në Facebook, më duhet i deklaroj, kështu që nuk besoj se ka shumë për të diskutuar te kjo pjesë. Ta thosh edhe për dëgjuesit të pjesën e donacioneve 5 euro, 10 euro, si mund të bëhet për gjithë ata që janë interesuar që të mbështesin financiarisht nismën? Tek nisma.al është faqja e webit të nismës dhe aty do të gjesh llogarinë e PayPal-it nga ku mund të bësh automatikisht donacion. Okej, so për ta vëmë dhe në description tek video. Atëherë, 7%, 10% me madhja nuk jeni bashkuar me nismat e tjera. Nuk ka dëshirë, nuk ka konsensus, ose e keni provuar dhe si një bërë, që ka ndodhur? Të them të drejtën, duke qenë se të paktën si e shikoj unë, nuk ka pasur ndonjë bisedim për bashkëpunim nga asnjë palë, ndoshta edhe për faktin sepse kur hyn për herë të parë në një palë zgjedhje, siç janë këto bashkiaket, ne për Këshillin Bashkiak i kemi për herë të parë, po dhe partitë të tjera të reja i kanë për herë të parë, ndoshta e shikojnë si mënyra afirmimi të personazhit kryesor apo të grupimit, kështu që mendoj kjo është arsyeja pse të paktën në herën e parë të zgjedhjeve secili dëshiron të futet vet. E kuptoj. Shiko, për sa i përket figurave, për shembull, mendoj se edhe Nisma Thuri ka pak punë për të bërë, sepse të themi të drejtën. Po flasim për njerëz thjesht që nuk kanë kohë që të futen tek website-i, nuk kanë kohë që të bëjnë atë researchin, të futen të shikojnë statutin apo të shikojnë programin, ato 33 pikat e tjerë. Shumica ose publiku i gjerë njeh Endritin, Panosokon. Po. Si e luftoni këtë? Jo, të lutem, mos ma merr për ofendim, thjesht është po punojnë për timin e personazhit. Pikërisht, domethënë që si po luftoni që mos të përfundoni edhe ju si perandoria që kemi tani. Ideja është këtu, duke qenë se siç e the vetë, ne jemi personazhe dhe faktikisht gjatë javës jemi në punë, në fundjavës e mbas ditëve jemi këtu. Është komplet kontribut vullnetar që po bëjmë. Dhe është pak e vështirë për një njerëz, sidomos të angazhuar dhe me probleme të tjera që një familje mund të ketë, është pak e vështirë që t'i dedikosh disa orë në ditë një organizimi politik. Ideja është e para ekziston kjo frika e madhe që më duhet mua teoritë që më mirë pa gjë se sa të dalësh kundër edhe si dihet. Por nga ana tjetër është edhe fakti që duke qenë një kontribut vullnetar, kemi dhe kohën tonë të limituar për ta bërë këtë. Faktikisht Endri dhe Pano kanë vite që kanë ngritur si lëvizje dhe po edhe si personazh, sepse e para Endri ka studiuar direkt shkenca politike dhe i di shumë mirë t'i trajtoj çështjet, ne të tjerë jemi kryesisht që vinë nga fusha shumë praktike, ekonomist, designer. Me ata nuk jam dakord, se zakonisht politikanët më të suksesshëm të gjithë botës nuk kanë qenë asnjëherë me shkenca politike, kanë qenë ekonomistë, doktora, inxhiniera, kështu që. Jo, e kisha në fjalë në kuptimin që duke qenë i shkencave politike di shumë mirë të studioj aktor kryesor. Ndërkohë që ne nuk kemi mjaftuar kohë, sepse sidomos në muajin mars, bilancet e financave të bizneseve nuk të lënë kohë as të marrësh frymje më të merresh me analizë politike. Ndërsa për sa i përket ngritjes edhe të figurave më të njohura, apo edhe të partisë të lëvizjes në përgjithësi, unë mendoj se është një akumulim energjie, që do të thotë nuk mund të dalim nga sot nesër
të bëhemi shumë të njohur, edhe për shkak sepse na duhet kohë për të perceptuar dhe për të përpunuar ideologjinë që secili si individ, si qytetar i thjeshtë që prezantohet në zyrat e nismës turje, dëshiron të përfaqësojë në publik. Kështu që është më shumë akumulim energjie e para, e dyta media nuk është se është një bashkëpunëtor shumë i madh, por figura të reja pasi është kthyer më shumë edhe në biznes. Ne të vetmet mënyra për të bashkëbiseduar me qytetarët kemi faqet tona të Facebookut, Instagramit, rrjeteve sociale që janë falas apo me kosto shumë të ulta sponsorizime, siç e thash, $5 apo $10, ndërsa pjesa tjetër e medias edhe me të drejtë kërkon personazhe që janë gjatë afirmuar edhe Pse çfarë drejtë kanë ata përveç se pse nuk e hapin debatin përveç se janë të shitur. Se disa po them të drejtë. Ku është e drejta që ata mos të marrin personazhe të rinj? Ideja është kjo që dhe në politik kryesisht të vjetrit, majtas, djathtas, kudo qoftë, sulmojnë po njëri tjetrin dhe e kanë shumë frikë të përballen me një politikan të ri, siç është Endriti apo Pano që janë të njohur për opinionin publik sepse nuk dinë as ku t'i kapin. Edhe ku ti ofendojnë me njëri tjetrin me ato terminologjitë e tyre edhe metaforat e tyre që vendosin shpeshherë dhe në fund vazhdojnë bashkëpunimin. Kështu që frika që është kryesisht nga drejtimi i partive perceptohet edhe në mediat që secili prej tyre sponsorizon apo drejton. Kjo është ajo që dhe politikanët e rinj. Do të thënë që mediat e mëdha të paktën kanalet kryesore nuk janë mediat mirëfillta, sepse janë të kapura ose të shitura. Po, unë mendoj që shumë nga aktivitetet mediatike janë kryesisht me interes ekonomik dhe është në fund fundit media është biznes. Shikoj që ti je edhe pak i rezervuar te kjo pjesa, po s'ka që po e them mund të përderisa nuk ftohen personazhet e rinj, sepse shiko, perceptimi publik është nëse Brunilla do vinë që do vi Bleoni, të marr shembullin tim që mos të futemi kështu, nëse do vi Bleoni, është ai perceptimi që ai erdhën këta ku di ky i ri, ka eksperiencë, nuk di si bëhet shteti, të tjerët janë burr shteti. Nëse do ishte ky perceptimi, do ishte gjë në rregull, se normalisht nëse do hapë një debat, nëse do hapë një temë, unë do isha shumë thjesht i mundshëm, sepse nuk e kam kapacitetin. Kurse këta me qëllim nuk ftojnë asnjë, po se nuk është se nuk ju ftojnë vetëm juve, nga çdo lëvizje tjetër nuk ftohet, domethënë. Çfarë janë lëvizjet të drejta partijake? Është e para në një emision që mund të shkosh për një debat të caktuar ekonomik, politik apo të një fushë sociale, po më kryesisht ekonomik politik, unë si e rea, po kushdo qoftë edhe të nismathurje, nuk shkojmë në studio televizive për të ofenduar me ata që kemi përballë. As unë kundrejt atyre, po as nuk pres që të më vi e njëjta gjë. Kështu që duke mos e lejuar një gjë të tillë dhe duke mos bërë show mediatik që të bëhesh lajm për klikimet, është më pak interesante për ato klikimet e tyre sesa një që kemi parë shumë herë politikanë edhe kryeministra, ministra që nuk lënë gjë më pa thënë dhe detyrohen pastaj që. Domethënë media është për momentin cirk dhe ju nuk jeni clown, e kuptova. Ne patëm, dua të shtoj diçka, ne patëm mundësinë të kishim trajnime me disa para diku tek një muaj, me disa gazetarë dhe një personazh të medias, po edhe pedagog, ku vetë ato që ngrinin si problematik ishte kjo, që ishte pamundësia edhe vetë gazetarëve për të shprehur një opinion të pavarur dhe për të qenë ndoshta opozit e përgjithësisë edhe politikës që në Shqipëri. Po gazetarët e kanë dhe një pjesë të fajit, sepse unë jam avokati i numër 1 i përgjegjësisë personale, duke filluar që nga vetja ime, sepse nëse ata do arrinin të krijojnë një konsensus mes vetesh, mund të ndryshojnë ata, çdo njeri ka fuqinë e vet. Të kthehemi tek Tirana që të bëjmë një çik fushat, se duhet bëjmë një çik fushat. Patjetër. Çfarë sjell nismathurje? E thën si muhabet se kur po pip kafe tash. Çfarë do bëjnë nismathurje që këta të tjerë s'po e bëjnë? E para që mos bëjmë përsëritje janë pikërisht zgjidhje të thjeshta. Zgjidhje për sa i përket problemeve, duke qenë se ne unë personalisht jam kandidate në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Unë mendoj që Tirana në mënyra organizative është pak stresuese si qytet. Dhe duke filluar që nga transporti urban, po që nga pastaj menaxhimi i shkollave, menaxhimi i lagjeve, është goxha problematike për një familjar që përveç se i duhet punojë edhe të stërpunojë me orare të zgjatura,
i duhet edhe të merret pasaj me këtë problematikën e zgjidhjeve urbane, që janë te transporti urban. Ne kemi aktualisht Tirana ka një transport urban jo shumë eficient, që do të thotë harxojmë kryesisht 36 orë në javë në trafik, qoftë me makinë, qoftë me autobus. Kjo vjen për shkakun sepse transporti urban nuk menaxhohet nga bashkia, po menaxhohet nga kompani private, të cilën si qëllim kanë fitimin dhe jo shërbimin. Bonilla, më falë që të ndërpres, se kemi vënë dhe atë, kemi vënë re se si flet dhe i kandidati i Partisë Demokratike, Lind Kliçi. Edhe i njohim pak a shumë, domethënë që nga se vini. Ideja është si zgjidhet, sepse ajo që thot ai kur del do e bëjmë falas, po asnjë gjë tjetër, ajo është absolutitet, domethënë ajo është lojë. Unë nuk e besoj se ajo që thot ai nuk është implementueshme njëherë para fare, po nuk është as nuk funksionon ashtu. Si e percepton nismathurje këtë pjesën e transportit, duke filluar që nga rrugët, pastaj edhe te autobusat të tjerë, si çdo si paketë? Për ta filluar nga rrugët, e para unë mendoj që edhe mendojmë që autobusat dhe transporti publik duhet të ketë korsit dedikuara. E dyta, për të patur korsit dedikuara, unë jam një përdoruese e biçikletës edhe e monopatinave në Tiranë, dhe shikoj një vështirësi shumë të madhe që të respektohen dhe korsitë e biçikletave që janë shumë të ngushta në krahasim me një korsi autobusi që mund të marrë pak më shumë. Duhet dhe siguria për të mos abuzuar me këto korsi. E dyta, për sa i përket zgjidhjeve direkte, zgjidhja direkte për ne është që bashkia të marrë përgjegjësinë të menaxhojë një nga shërbimet kryesore që është si gjaku në vena i Tiranës, si është transporti publik. Kështu që në këtë rast unë mendoj e para të gjitha linjat autobusave duhet të jenë të unifikuara nga bashkia. Në ana ekonomike mund të përmendim biletën e unifikuar, ku nuk ka nevojë njerëzve të përmendim apo të premtojmë falas, sepse për të gjithë është pak e pamundur, mendoj unë, ose mund të jetë e mundur për një periudhë të caktuar, disa mujore. Është thjesht trille, nuk ka nevojë as të harxojmë frymë me ato. Unë nuk e mendoj që mund të jetë e arsyeshme, por nga ana tjetër ne mund të vendosim që të mos e shkojmë transportin urban si mjet fitimi, që do të thotë kosto do ketë patjetër një bilet, por për të përballuar ato shpenzimet mujore që mirëmbajtja e linjave i duhet bashkisë dhe jo i duhet biznesit privat për të fituar. Nga kjo kemi mundësinë e parapunës të vendosim biletat e unifikuara, ku personalisht nëse më duhet të ndroj 2-3 linja për të shkuar në punë, të kem një bilet të vetme për të gjitha linjat brenda Tiranës që më duhet të shfrytëzoj. Pjesa tjetër është fakti i vendosjes i përdorimit të teknologjisë në urban, që një biznes privat nuk e bën, dhe për faktin sepse nuk i leverdis që të deklaroj se sa urban ka në qarkullim, apo se sa bileta ka shitur. Kjo do të thotë vendosja një GPS-i në autobus, në një sistem transparent, jo vetëm për bashkinë, po dhe për qytetarin, ku unë me anë të një telefoni arrit të shikoj se kur e kam urbanin më të afërt, në cilën pikë, dhe unë nuk rrit të pres 20 minuta vetëm në stacion për një urban, por dal atëherë kur e shikoj që është afër zonës ku mua më leverdis të dal. Ky program shikon edhe një rishikim dhe riformim të gjitha linjave? Po patjetër. Patjetër, sepse kemi të bëjmë dhe me një hartë ndryshe, duke qenë se ne kemi pothuajse një pjesë më e madhe, 90% ndoshta, të gjitha linjave të Tiranës kanë si pikë takimi qendrën e Tiranës, Nëntkaçet ose sheshin, është sjell një kaos, sidomos pas bllokimit të sheshit Skënderbeu, vetëm aty mund të humbasësh diku tek 15 minuta sa ti vi rreth e vërdall. Kështu që ne mendojmë që linjat të caktuara për të kaluar, supozojmë, nga zona e Astirit në komunë të Parisit, nuk ka një qytetar pse të marrë linjën e Astirit për të ndaluar në qendër dhe nga qendra të marrë një linjë tjetër që të shkojë në komunë të Parisit të bjerë Tiranës së rreth e vërdall. Kështu që kjo e paralehtëson trafikun, e dyta shkurton kohën që një njeri i duhet të lëviz. Një pyetje specifike te kjo pjesa që të kalojmë tek tematika tjetër. Po. Kur do hiqen këto faturinat që ndajnë bileta? Pikërisht tek zgjidhja teknologjike që bashkia nuk do ta jap, ose më saktë privati nuk do ta jap, sepse ndarja e parave është pjesa më e rëndësishme e transportit urban. Personalisht po besoj shumica shqiptarëve, qoftë për pushime, qoftë për emigrim, kemi qenë jashtë,
ty të mjafton ta blesh biletën në një tabakino, ta skanosh në Urban edhe të futesh të jesh rehat. Ose në rast të kundër, duke qenë se teknologjia është shumë përpara, mundesh dhe automatikisht ta shkarkosh në telefon, po, një abone apo një bilet dhe ti e skanon direkt tek makineria që mund të vendoset e skaneri që mund të vendoset në çdo autobus. E para shpëtojmë një rrog, që do të thotë i heqim koston dhe ajo bileta ndoshta nga 400 shkon në 300. E dyta, nuk heqim një vend pune sepse ai faturino që të duhet të ri aty në autobus mund të zërë një vend pune tjetër si mirëmbajtës i skanerave apo një punëtor mirëmbajtje tjetër. Gjithmonë në ligjen atë. Nuk më vjen keq fare mua edhe nëse ajo ikën si punë sepse ajo nuk është punë, ajo është thjesht torturë. Gjithsesi, pavarësisht se shumica e përdorin dhe ato për të zhvatur e të tjerë me ato. Mjafton një trajnim i thjeshtë dhe për ata persona që e mirëmbajnë edhe shumë e thjeshtë për të investuar edhe në këtë pjesë. Në rregull. Pika tjetër. Çfarë është një problem tjetër në Tiranë që Nisma Thuri ka një këndvështrim të qartë? Unë do them pikën 4 nga gjërat sepse unë kam më për zëmër, është shkollat publike. Ne kemi titulluar shkollat publike si private, duke qenë se prindrit kryesisht mbarojnë punë në orën 4:45 mbasdite, apo ndoshta edhe më tepër, dhe fëmijët, sot kisha kontakte me një qytetare në Tiranë, ku fëmijët e shkollave fillore 3 orë janë, me sa më tha në shkollë, mbarojnë që në 12, 11, maksimumi 1. Kjo i sjell një kostoshtesë në familje në Tiranë dhe prandaj thash është stërmundimi për të punuar në 2 punë për të përballuar jetesën në Tiranë. Unë bëj një pyetje të thjeshtë fare. Kur flet me njerëzit që takoni pasi e keni filluar dhe kam parë që keni filluar të takoni njerëzit. Po. Mirë, pse i duhet kaq shumë kohë këtyre që të besojnë që nuk duhet të zgjedhin me ata që kanë zgjedhur kur fëmijët e tyre bëjnë shkollë nga 3 orë? Që nuk e duan vetë këta njerëz apo si? Shiko, se nuk është e qartë për këtë popullsi që janë në një humner të zezë dhe vazhdojnë të bien akoma poshtë. Një fakt negativ ose një ndodhi negative është e ke pak të vështirë kur të ndodh diçka e keqe që ta marrësh veten, ndërkohë që kur të vjen një gjë e mirë vetëm i hap derën. Ideja është kjo që shumica e atyre që votojnë nuk janë shumica e votuesve. Që do të thotë, po të mbledhësh bashk militantët, administratën, si majta, si djathtas, në çfarë do lloj partie të vjetër, nuk janë më shumë se 47% me sa di unë në shifër e votuesve total. Mirë po ata që janë si ne, të pavarur në mendime, të pavarur financiarisht, zgjedhin që atë ditë të diele, ato 20 minuta që mund të duhet shkosh të votosh, zgjedhin të flojnë gjumë apo të vend të pinë kafe, sepse janë të demotivuar për të votuar. Një nga arsyet është kjo, pjesa tjetër është se duke ikur gjithmonë të pakënaqurit dhe njerëzit e pavarur dhe mos ju dhënë drejta të votuarit online e përkeqëson situatën dhe mirë, aty ngelen dhe shushrujat pastaj edhe ata sufllaqet xhenjtë të tjerë e tjerë. E di që kjo nuk është politikisht korrekt, po e them unë skanoj ta thuash ti. Jo, statistikisht janë pakic. Do me thënë ata, po të duan ne si njerëz të thjeshtë, qytetar, të dalim të votojmë që të gjithë 100%, ata janë pakic. Kështu që është më shumë çështje që të fillojmë të ribesojmë, unë mendoj që një nga nuk varet nga bashkitë faktikisht, varet nga Ministria e Arsimit besoj, si në shkollat 9 vjeçare tashmë, po edhe në ato të mesme, unë mendoj që komunikimi politik dhe shkencat politike duhet futet si një lëndë ose me zgjedhje në këto shkolla për të kulturuar idenë të marrit pjesë në vendimarrje. Unë shikoj shumë të vështirë. Kjo është një nga gjërat që unë në podcaste, domethënë, ne jemi pozitiv. Nëse do kesh interes ti dëgjosh ndonjëherë, domethënë do ta vësh re që diskutojnë në mënyrë domethënë konstante, pothuajse me çdo person që ka interes për këto. E shikoj shumë të vështirë për të ndodhur diçka nëse nuk ndryshon sistemi zgjedhor dhe ju vetë arrini të keni një patkrikic në parlament. Ndryshe është, domethënë ne mund të kemi dëshirën e madhe, por nuk e shoh të realizueshme. Pak më parë the janë të demotivuar. Si motivohen njerëzit? Si motivohen ata që janë super të demotivuar dhe që nuk kanë dëshirë të ndërmarrin asnjë lloj gjëje? Edhe në të njëjtën pyetje që si motivohen njerëzit, edhe si rekruton Nisma Thuri. Okej. Për sa i përket motivimi tashmë nuk është më
sidomos e partive të reja kundër sistemeve të vjetra, nuk është më pjesë e të bërit fushat tradicionale. Unë mendoj që motivimi që ne si nisma thurje po u japim të rinjve apo edhe moshave të ndryshme për të na votuar, po edhe për të na mbështetur në mënyra të ndryshme përfaqësimi apo të ndryshme të tjera, është fakti i të dhënit të provave, që do të thotë, duke qenë se nisma thurje në kaq vite, që nga 2019 që SPAK-u është themeluar, ka bërë denoncime që asnjë parti tjetër nuk ka pasur guximin apo nuk ka dashur t'i bëjë sepse i prishin interesat politik, ne i kemi bërë dhe këtë pjesë e kemi dhënë si mundësi. Ashtu siç jam rekrutuar unë në këtë fazë ku kemi bërë denoncime, ashtu kanë ardhur edhe shumë të tjerë që janë votues, por nuk ndoshta duan të dalin publikisht, sepse jo të gjithë e kanë dëshirën për të dalë. Ideja tjetër e si rekrutojmë në nisma thurje, ne të vetmet mjete komunikimi që mund t'i përballojnë janë rrjetet sociale dhe ata që regjistrojnë tek nisma.al apo në rrjetet tona sociale me numër kontakti i kontaktojmë, i telefonojmë. Kështu që normalisht edhe media ka të bëjë shumë. Përfaqësimi i Endrit dhe Panos në media na ka ndihmuar goxha me idetë e tyre, sidomos me kundërshtit që i kanë bërë politikanëve kur ju është dhënë mundësia që t'i kenë përballë. Mendoj se janë një ndihmë e madhe, sepse sot të flasësh kundër emrave të politikës me fakte dhe me denoncime, jo të gjithë kanë mundësi ta ose dëshirë ta thonë. E kuptoj. Jo, ato janë dy figura shumë të mira, domethënë, që janë të preferuara nga publiku dhe nga mua, sidomos Pano. Por që prapë qëndroi faktit që do ishte shumë mirë nëse nisma thurje do ishte pionere në faktin që të nxjerrë 10, 15 dhe jo 1 ose 2. Po që mendja që shiko, është me hapin e kohës, edhe unë po tregohem pak futja në Këshill Bashkiak, se të ndërpres, futja në Këshill Bashkiak do jetë mua më pëlqen ta quaj një revolucion i Këshillit Bashkiak të Tiranës, sepse për ne ka shumë rëndësi që të kemi informacione që qarkullojnë nëpër zyrat e bashkisë, por nuk i jepen publikut. Bashkia e Tiranës është nga bashkitë me më fitimprurse, që qëllimi i bashkisë nuk është të ketë fitim, por është që ato fitime që ka t'ia kthej publikut, ndërkohë nuk ja kthen. Nga ana tjetër është dhe fakti që Bashkia e Tiranës, duke qenë më fitimprurse, ka zero transparencë. Unë personalisht kam qenë shumë e interesuar, sidomos për çështjen e strehimit social, ku janë të përfshira kredite buta dhe banesa sociale, dhe nuk bëhet në publike as emrat, as fondi, dhe duhet të bësh kërkesa pas kërkesave për të patur një përgjigje që ndoshta zgjat edhe një vit. Shko, Manila, se të jetë ekonomiste sa reale është kjo, sepse unë jam 100% i vetëdijshëm nga rrethi im miqësor, për shkakun që sot në Tiranë një inxhinier, një avokat, edhe një mjek madje, nuk përballon dot një kredi. Nuk përballon dot një kredi, se normat e kredisë në Tiranë, në Shqipëri janë, domethënë, absurde kur i krahason me këtu. E vërtet. Kanë shkuar për momentin diku te 3% dhe këta janë trembur, janë bërë një dorë, domethënë se ka shkuar 3-4%, kurse në Shqipëri është 7-8, sa ka vajtur tash, nuk e di sa ka vajtur. Unë marr kostot duke qenë që më pëlqen të llogaris atë kosto që realisht qytetari paguan. Mund të them që sistemi bankar në Shqipëri e para që është jo transparent në shumicën e rasteve, e dyta është shumë i kushtueshëm, pasi transfertat nga banka në bankë në Shqipëri, qoftë edhe për të bërë transferta bankare midis qytetarëve, jo bizneseve, janë shumë të shtrenjta, qoftë edhe për shifra shumë të ulta, ndërkohë që në vendet e Bashkimit Evropian kemi të bëjmë me kosto minimale 2-3 euro për një transfert bankare. Këtu është 10 fish më shumë. Ndërsa përsa i përket kostos të një shtëpie për të marrë nga bankat, me çfarë llogarish unë kam bërë, pasi gjithë dëshirojmë të kemi nga një shtëpi në Tiranë apo në qytetin ku jemi, ideja është nëse unë sot marr një kredi 100.000 euro për të bler një shtëpi, po marr shifrën 100.000 euro për ta rrumbullakosur, e kuptuar në e kuptova. Më duhet të paguaj nga 130 deri në 140.000 euro në fund të kredisë, që janë 30 deri në 40% e shumës. Dhe kjo nuk është normale për një sistem dhe për një ekonomi. Ajo është zhvatje, është sistem feudal. Totalisht. Prandaj unë e kam kapur dhe si tem këtë, sepse duke patur njerëz dhe sidomos mosha jonë është mosha ku e ke shumë të vështirë që ti të bësh lekët e shtëpisë në mënyrë totale vetë, dhe ndihma e parë që ti kërkon është ose një bank ose bashkia. Bashkia është inekzistente,
pasi dihet që shfrytëzohen buxhetet për administratën, për njerëz të njohur, gazetar, media, të cilët ndihmojnë njëri tjetrin në mënyra të ndryshme. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë edhe me një sistem bankar ku nuk është transparent dhe ku nuk i kërkohet llogari për normat e interesit që mund të ketë për investime të ndryshme. Kuptoj. Për sa i përket transportit, ose këto janë të ndërlidhura, transporti dhe ndërtimi bashkë, domethënë 2 ose 3 pika më saktë. Po. E Kurudha ka plan apo jo? Për sa i përket ndërtesave të reja, detyrim ligjor ose në kohë të ndërtimit për të përdorur panele diellore dhe parkim të nëntdheshëm që në projektim. Po. Domethënë ju kanë shkuar në mendje ose e keni në plan, e keni në atë paketën tuaj? Po, për sa i përket e Kurudhave, nuk varen nga bashkia, të paktën këto ndërqytetase, janë një plan që duhet të jetë për nivel qeveritar, ndërsa për sa i përket pjesës së menaxhimit të banesave, është një nga pikat tona ku ne dëshirojmë, e të pallateve, të njësive të banimit të tilla, është një nga pikat ku ne dëshirojmë të kemi ndryshime në Këshillin Bashkiak. Kjo për shkak sepse sjell shumë problematika sistemi aktual i menaxhimit të pallateve, para që po ndërtohen pa kriter, pa respektuar hapësira publike dhe shumë lagje, të cilat ne aktualisht dëshirojmë të bëjmë takime me banor në lagje të ndryshme dhe nuk gjejmë një shesh ku mund të bëjmë këtë takim, sepse përdoren ose për parkime makinash ose nuk ekzistojnë fare. Kështu që kjo është një nga pikat, menaxhimi dhe administrimi i pallateve. Kolegu im Klajdi ka përgatitur një projekt vetin që e quajnë Demokracia Digjitale, një aplikacion shumë i thjeshtë ku të paktën në çdo familje ekziston një smartphone, një aplikacion shumë i thjeshtë ku e para ne na ndihmon me idenë e të paturit një transparencë në fondet që çdo pallat apo çdo njësi banimi ka, që do të thotë, duke qenë se ne të gjithë paguajmë kush jeton nëpër pallate një kuotë të caktuar mujore, ne nuk e dim realisht se çfarë bëhet me atë kuotë, që do të thotë nëse në një muaj të caktuar nuk kemi patur asnjë dëmtim, asnjë nevojë për riparim, ato lekët shtesë përveç kostove fikse të shpenzimeve të administratorëve, ne nuk i dim ku shkojnë. Dhe dyta është fakti që administratorët emërohen nga bashkia. Fakti që vetë banori i shtëpisë, i pallatit, pronari i shtëpisë vet nuk ka fuqi vendimmarrëse, që këtu janë absurdi jemi ne, këto janë. Do të thonë administratorët e pallateve janë përdorur si vende pune për patronazhistin e pallatit, shkurt muhabeti, që ta themi. Po jo, mirë bërë, ashtu është vërtet është një problem më madh. Shiko, rëndësia nga që edhe profili im, unë thi nga profili ndërtimi dhe duke pasur në mend akoma fundin e 2019-s, domethënë kodi i ndërtimit në Shqipëri është top. Megjithëse kjo bëhet në nivel lokal, po pjesën më të madhe, 60-70% bëhet në nivel qendror. Sepse kodi i ndërtimit në Shqipëri më duket është nacional, nuk është lokal. Pavarësisht se duhet të jetë lokal sepse zonat seizmike janë të ndryshme në Shqipëri. E vërtet. Duhet një updatim, domethënë kjo është një nga gjërat më kritike fare, dhe një gjë që unë e shoh është edhe vendosja e ligjit edhe standardin e ndërtim. Edhe po them përdorimi materialeve kështu hi-fi nga Marsi. Po themi për kontrollin bazik që mos të kursehet armatura, hekuri etj. Kupton? Po. Kemi ndonjë plan për këto? Për sa i përket kësaj pjese të ndërtimit, faktikisht duke qenë se ne si vend jemi një nga vendet ku prodhojmë çimento, hekur, gjitha materialet e nevojshme dhe që na duhet për ndërtim, faktikisht skanimi, si mund të themi, i gjithë pjesës së ndërtimit që duhet bëhet në pallate, sidomos Tirana, Durrësi dhe zonat seizmike, është shumë i nevojshëm. Dhe normalisht duhen specialistë, unë nuk jam urbaniste apo inxhiniere ndërtimi, por duhen specialistë të pavarur, mendoj, sepse u mor një iniciativë pas tërmetit për skanimin dhe për vlerësimin, por duke qenë se pati ndërhyrje politike u bë shumë i pa kontrollueshëm dhe i pa qartë. Thjesht çesharaka, ajo ishte thjesht sa për sy e faqe, E vërtet. Kështu që unë mendoj që këto duhet të bëhen okay me
dëshirën e madhe të bashkisë apo të qeverisë, por duhet të bëhen nga persona që janë të pavarur dhe që kanë një integritet në profesionin e tyre. Një temë e dhimbshme në Tiranë është pastrimi i leku dhe hyrja e lekut të pis në tregun imobiliar edhe në ndërtim, domethënë. Të më thënë, ti ekonomiste, unë jam inxhinier, ne jemi të dy të vetëdijshëm që edhe në Europë, të më thënë, dega më e korruptuar dhe që ka sasi më të madhe të parave të pista është ndërtimi, si në Itali, si në Gjermani, si në Francë. Kjo nuk diskutohet. Tani, në asnjë nga këto vende nuk është në ato lloj mënyre që është në Shqipëri. Pavarësisht se është dega më e zezë, prapë nuk është në ato lloj që është në Shqipëri. Tani, ato probleme që ti përmendë më parë me shumë të drejtë që qëndrojnë edhe që juve keni plane, varen në mënyrë të drejtë për drejtë nga rrjetet e krimit organizuar dhe nga leku i pis që vjen nga jashtë, sepse ti mund të ndërtosh shtëpi sociale sa të duash, por nëse ai e dynd tregun me lek të pis dhe i ble ato të gjitha, nuk ke hapësirë ti, sepse nuk mund ta konkurosh lekun e pis nëse nuk e kontrollon. Po. Tani juve do keni atë sasin vendimarrëse në Këshillin e Bashkisë, do jenë dhe organizata të tjera të vogla më që do rreshtohen me juve për të kundërshtuar buxhete të tjera, por ai flamurtari yt edhe i nis mësturi ishte denoncimi. Tani si denoncon këta? Se është edhe frikë. Se unë e them të se unë kam frikë, për shembull. Unë nuk jam as politikan, nuk jam as person publik, unë kam frikë. Unë mund të di shumë persona për shembull ose shumë ndërtesa që janë ndërtuar në ato lloj mënyre ose nga ato lloj burime, por unë kam frikë. Ka frikë të them valla, se nuk e kemi parë se çfarë ndodh në Shqipëri. Që sot je nesër si je. Si do dalloj ose si do japi kontributin nis mathurje se kjo është damka kryesore domethënë. Unë nuk jam direkt për këtë. Po. Nis mathurje pa që në Këshill e ka dhënë kontributin për pastrimin e parave dhe për të ndërtimet. Ne në 26 janar të 2021-shit kemi bërë denoncim në SPAK për Erion Veliajn nga përgjimet e prokurorisë italiane që dolën ku përmend dhe emri i tij. Kështu që mendoj, nëse ti ke fakte apo miqtë tu kanë fakte, na i sillni se ne shkojmë me gjithë qef prapë atje. Nuk kemi frikë ti denoncojmë as emrat dhe as faktet. E keqja e këtyre është sepse ose më saktë çdo akti korruptiv që mund të ndodh, është sepse ty duhet të rish të analizosh dokumentet të tëra që nga njëherë nuk kemi as akses. Ne mund ta dimë që një banesë apo një pallat po ndërtohet me para të pistë, por nuk kemi asnjë dokument publik që mund të kapemi sepse duhet patjetër të kesh një provë, diçka që të shkosh në dyert e prokurorisë. Kështu që nëse ke ndonjë gjë shtesë, diçka të re të cilën mund të na ndihmosh me qefin më të madh. Nuk kam sigurinë vete aq akoma mbase në një të ardhmen mund të jap kontributin, po thjesht nuk jam në komfort akoma për ta bërë atë, pavarësisht se do kisha shumë dëshirë. Çfarë ndodh me këto? E zëm se juve denoncua diçka, u vërtetua ashtu siç e kishit denoncuar ju që ishte me para të pista, apo ajo është ndërtuar tash? Është aty godina, çfarë do bëhet? Ideja është për sa i përket godinave, po pyet. Po. Do të thënë, unë kam ardhur, kam shitur kokainë, edhe kam hedhur lekun në Shqipëri, sepse ai lloj njeriu jam. E pastaj më kapem, sepse nisma thurje më denoncoi, dola hapur, po tani ndërtesa është aty. Çfarë do bëhet me këtë ndërtesë? Tani ne duhet jemi pak realist në këto, vlerësimin e situatave, që do të thotë, duke qenë se dëmi është bërë në një ndërtim, supozojmë ndërtimit të lartë, pallatit të lartë, ke dy mundësi, ose ta shëmbësh ose ta mbash. Fakti që ti mund të ta shëmbësh, duhet të shikosh edhe para se sa dëm i sjell shteti shqiptar. Unë mund të sjell rastin kur u shëmb pallati që konsiderohej si i vjerit të Lul Bashës në Vlorë, ku desh të dëmshpërblej me miliona euro nga shteti shqiptar për një vendim politik të pa gjykuar mirë në bazë të dokumentave. Kështu që nëse ne gjithë këto dëmshpërblime apo të Begetit në rastin e fundit për televizionin, nëse ne gjitha këto anullime koncesionesh apo anullime shëmbje pallatesh na duhet ti dëmshpërblejmë në kurrizin ton që paguajmë prap taksa, ideja është që të bëjmë dëmin më të mundshëm. Unë mendoj që gjitha koncesionet që kemi mundësi apo dhënien e lejeve
shëndjet që kemi mundësi të mos i dëmshpërblejmë apo të mos humbasim lek nga buxheti i shtetit apo nga taksat, mirë është që të hiqen nëse janë abuzive. Në rast të kundër, nëse na duhet ta paguajmë nga taksat tona të dëmshpërblejmë një biznesmen sepse ka qenë në rregull me letrat, por kapet më vonë në akte korruptive dhe ky si pallat apo si njësi është ndërtuar në bazë të parave të pista, unë mendoj që përfitimi më i madh mund të ishte pastaj të kalohet në emër të shtetit, të bashkisë, të një institucioni apo Pse mos kalohet në fillim edhe në rastin e parë, Brunina, për atë pjesën. Edhe nëse ti nëse letrat nuk janë në rregull, që ti mund ta kesh aftësinë ta shëmbësh. Nëse ajo ka një standard ndërtimi, pse mos kaloj direkt në pronësi të shtetit të kthehet pastaj në shtëpi sociale, çka problemi ka? Po të kthehet, unë s'jam kundër. E kishe fjalën për rastin e shëmbjes së pallatit në Vlorë? Jo, e kam në përgjithësi, nëse një X godin, shembull laboratorik, domethënë që nuk e di nëse mund të pasur raste, por nëse ka një godin. Ideja është që çdo rast duhet të parë me detaje nëse kemi më shumë për të humbur apo për të fituar. Megjithatë, nëse ne mendojmë, unë mendoj kështu është qëndrimi dhe im personal në këtë rast, nëse ne na kjo ndërtesë apo një ndërtim që është bërë së fundmi, që është bërë në bazë të parave të pista, gjë kryesore është sekuestrimi dhe heqja e pronësisë nga personi vet, apo nga shoqëria që e ka ndërtuar. Pjesa tjetër pasaj është normalisht të kthehet në një shfrytëzim publik për qytetarët që kanë mundësi apo institucionet që kanë mundësi të ja japin shtresave nevojë ose si të ardhura ose si hapësira. E kuptoj qartë. Unë e konsumova pak a shumë ato çështjet më të nxehta që janë për mua, domethënë nuk e di nëse ti kishe ndonjë diçka tjetër për të shtuar ose ndonjë gjë që unë nuk e përmenda. Pak a shumë ishim okay, unë doja thjesht të bëja një thirrje të përgjithshme, kryesisht për gjithë njerëzit që na dëgjojnë, që kanë dëshirën e madhe që të mos ikin apo edhe nëse kanë ikur, të kontribuojnë të bëjnë diçka të mirë këtu, jo vetëm për nisma thurje, por nëse kanë mundësi dhe vetë të angazhohen publikisht, politikisht, të bëjnë diçka, nëse s'kan, ne jemi këtu gati për të bërë ndryshime të vogla që sot ne hedhim gurin e parë dhe më vonë ndërtojmë një kalat bukur. Ideja është që të mos neglizhojmë asnjë votim, asnjë fushat, asnjë të drejtë që na jep kushtetuta për momentin, që të zgjedhim ata që ne mendojmë më të mirët dhe sidomos për të bërë ndryshimin pak në pak sepse pranvera s'vjen me një lule, thuhet, kështu që këtu jemi. Jo, kuptoj. Jo, përshtatet me mesazhin e përgjithshëm që unë jap në podcast, nëse do të ndryshosh diçka, do të nisësh nga vetja dhe do të fillosh bashkë përgjegjësi personale. Edhe normalisht nëse ndihesh keq, gjithmonë ka diçka për të bërë, siç janë ato që ti sapo numërove, duke mbështetur këdo, po duhet të dëgjon Brunildën, Bleon ose dil vet bëj video. Ka çdo lloj mënyre për t'i bërë ball ose për të nxitur një frymë të re. Mama nëse është shikohet, në fakt se kam vënë re që shumë persona ka filluar të grejnë zërin dhe të afilohen me lëvizje të tilla si lëvizja thurje për shembull, apo unë shikoj edhe vetja ime, unë edhe pse nuk kam qasje politike, i mbështes edhe lëvizjen thurje edhe nismë thurje dhe atë lëvizjen bashkë. Pavarësisht se unë ata nga ana ideologjike politike nuk duroj dot, por që vetëm për faktin që janë të rinj, domethënë, thjesht mjafton të ikin këta, domethënë normalisht do të kenë mbështetjen time derisa të kemi një opsion më të mirë. Edhe normalisht e ftoj edhe çdo njeri të ndjekë këtë lloj modeli, se është më mirë të merresh vesh me të rinj se sa me këta që kanë ngulur ato kthetra deri në fund. Ku mund të ndekin Brunilda në rrjetet sociale, domethënë ty personalisht e nisëm. Po, në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, së fundmi jemi dhe në TikTok, pasi teknologjia dhe preferencat e njerëzve kanë bërë të mundur dhe pse jo janë shqiptarët në TikTok. Po, pse jo dhe TikToku të shfrytëzohet, jemi në Twitter gjithmonë me emrin Nisma Thurje ose në faqen tonë të webit nisma.al. Gjithashtu jemi dhe në YouTube, në kanalin tonë në YouTube në Nisma Thurje. Pastaj personalisht gjithashtu jam në Facebook dhe Instagram me emrin Brunilda Drami. Unë jam një nga kandidatet e Këshillit, ka gjithë pjesa tjetër KQZ-ja dje bëri publike listën e këshilltarëve tanë, kështu që ose personalisht ose tek faqja e thurjes mund të na kontaktoni për çdo gjë. Edhe si mund të votojnë njerëzit ty personalisht ose nismë thurje për Këshillin Bashkiak?
Nismëthurje e gjeni vetëm tek faqja e dytë e votimit, e fletës votimit, tek lista e Këshillit Bashkiak, ne jemi me numrin 35, do ketë numrin 35 Nismëthurje Endrit Shabani. Kodi zgjedhor nuk e ka hapur listën për të votuar dhe personalisht një person apo një kandidat, kështu që do votohet vetëm sigla e partisë me emrin e kryetarit. Unë të falenderoj, Brunilda, ishte kënaqësi. U bë qefi që vërtet jep një shembull të mirë që të vini te këto platforma tonë, te njerëzit e thjeshtë unë edhe si të tjerë që më amë do ndjekin pas meje se edhe i del që këtu, pse edhe unë kisha goxha emocione në fillim fakt. Atëherë të falenderoj njerëzit. Falenderoj dhe unë dhe shpresoj të dëgjohemi mbas zgjedhjeve me rezultatet më të mira se ato që parashikuam. Kjo është pakti që për derisa të dolën pas zgjedhjeve, dalin dhe pas zgjedhjeve, çfarë lloj të jetë rezultati, diçka për ta diskutuar do ta kemi mbase herën tjetër mund të jeni edhe 2 edhe 3, nuk e di asnjëherë, nuk ka hapësira që mund të bëhet dhe bashkëbisedimi i madh, sepse jemi në podcast, mund të bëjmë çfarë të duam, kur të duam, si ta duam ne. Pikërisht, edhe nuk kemi as tek flasim që të tregojmë arritjet e mëmës parti. Gjithsesi, çdo gjë do jetë poshtë, në description do jetë faqja zyrtare e Nismëthurjes, do jetë profili personal ose le të themi disi personal i Brunildës, edhe i Nismëthurjes në Twitter e Instagram e tjera, kështu që klikoni nëse keni interes për të ndjekur e gjitha të tjerat. Dhe kësaj votoni 35. Votoni. Para fare votoni here. Thjesht votoni në fillim, pastaj normalisht përputhen, nuk e di, ju pëlqeu Brunilda, apo si pëlqeu Brunilda, jo po si nuk ishte Bjonde, po kështu thjesht votoje plakot, që ikin ata plerat që na kanë thënë frymën gjithë këto vite, që të vi një gjaku ri, se të themi të drejtën, Brunilda, më mendoj se ti je njëri mendim që është vetëm shpresë, thjesht të ndrojmë mirë gjakun, pastaj të shohim mes nesh të dysh apo me gjithë komunitetin se si mund të arrim të krijojmë një konsensus me njëri tjetrin, po duhet të ikin mirë këta që janë. Se ndryshe nuk ka hapësirë për asnjërin nga ne sepse na është marrë frymë gjithë këto vite. Unë të falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi, ishte shumë komode si bisedë. Më bëhet qefi, ajo është qëllimi gjithmonë. Do dëgjohemi herën tjetër, deri atëherë gjithë mira dhe shumë suksese në zgjedhje. Faleminderit shumë. Mirupafshim. Atë ky lloj aplikacioni i quajtur demokracia digjitale bën të mundur digitalizimin komplet të transparencës që ti mund të kesh, që ti duhet të kesh për qytetin, çfarë bëhet me lekët, ku shkojnë, çfarë ndodh me to. Dhe kjo në radhë parë si transparencë, nëse ti nuk din se sa buxhet ka qyteti jot, pra çfarë bëhet me lekët e qytetit, jo për shkallën që nuk e di se çfarë bëhet. Dhe prandaj ne kemi menduar se zgjidhja kryesore që të nisi nga poshtë lart, është filloj që nga pallati im, pra që nga shkalla, dhe ti të kesh në aplikacion në dorë, të kesh mundësinë të bësh pagesat mujore të shkallës, të shohësh dhe të përdorisësh buxhetin e pallatit, të shohësh hapësirat publike, pra çfarë janë, a keni hapësira publike, parkime, sheshe, terraca, fasada, pastrimi, ascensori, edhe automatikisht jep një feedback në cili shkon në bashki dhe bashkia pastaj vetë kujdeset për këto dhëna që të përmirësojë shërbimin që mund t'i japi. Projekte gjithashtu që mund të jetë propozime nga banorët, si fotovoltaikë, izolimi i pallatit, vendosja e ascensorëve, pra pallatet e vjetra që nuk kanë ascensor për momentin. Dhe siç e dimë nga pallatet e vjetra janë kryesisht janë mosha më e madhe në drejt. Që jetojnë, pra me anëmoshuar, domethënë në pallate 5 katëshe, 4 katëshe minimumi, ku jetojnë moshuar dhe pa ascensor bëhet çike vështirë hyrja dhe zbritja, sidomos për ato persona që mund të jenë edhe me aftësi të kufizuara. Te diskutimet pastaj, pra është një platformë që ty të jep mundësinë që edhe të shprehesh, pra të kesh një mundësi vendimare, pra të dëgjohet zëri jot. Çfarë shqetësimi ke në pallat, për shembull, nuk ke një kopësh, nuk ke një stol ku tulesh, nuk ke një ambient me pemë ose me tavolina ku mund të kalosh një kohë të lirë. Dhe shumë gjëra të tjera, pra të ke një hapësirë që ti mund të dëgjohesh.
Gjithashtu mund bësh pastaj edhe votimet direkt online, pa që nevoja me u mbledh kryesia e pallatit poshtë e oborri i pallatit. Unë kam pasjetu vetë në pallat në fakt dhe ka qenë një angari totale kjo pjesë edhe shpesh herë, por mos thon gjithmonë. Nuk është se isha pjesëmarrës në vendimet që merreshin, që nga rregullimi një pompe të thjeshtë, që nga transparenca me pagesat, kush i ka paguajtur lekët dhe kush i ka paguajtur lekët, dhe shpesh herë shërbimi ishte aq i dobët, vetëm për edhe kishin justifikimin gati, nga që thonin nuk kanë paguajtur lekët banorët e tjerë. Ndërkohë të ishte në rregull, një tjetër që kishte paguajtur, shkaktonte komplet të lloj mungesë përgjegjësie. Po. Dhe nga pallati fillon tek lagja, edhe në momentin që ti i ke gjitha hallkat e vogla që plotësojnë lagjën, i kemi në rregull, i ke transparencë, i ke banorët minimalisht pa konflikte me njëri tjetrin, se nuk e di nëse ke jetuar në Shqipëri në pallat. Po, është problemi i madh. Nuk kam jetuar. Problemi është ke konflikt, nuk njoh një person i cili jeton në pallat dhe nuk ka një konflikt me një person X. Pra vetëm për shkak të mosmarrjes vesh. Pra po të kesh një aplikacion cilin ti e ke në dorë, nuk ke nevojë as kesh para as kontakt me komshiun përballë, dhe di aty se kush ka paguajtur, kush s'ka paguajtur. Edhe është çdo gjë e zgjidhshme dhe transparente. Tjetër gjë, te lagja pastaj ka detaje të tjera si komuniteti, pra sa banor ka lagja, çfarë infrastrukture ka, strehimi, shërbime të tjera që mund të jepi apo momentin janë të klikueshme, për shembull pastrimi i rrugëve, kur bëhet, pra ti e di shumë mirë, kur vjen kamioni që të marrin mbeturinat. Tani ne fantastike, kjo që tani ne di vetëm orarin e ardhes së botit të ujit. E vetja gjë që dim në mënyrë kështu de facto, jo de jure, është vetëm ardha e botit të ujit, që vërtet se akoma nuk kemi ujë sekator, nëse nuk e di. E di. Domethënë uji sekator jo të pishëm se ishte i pishëm ku ma gjen. Po. Pra edhe klinikat shëndetësore që janë akoma në punime sipër, shkolla, pra ti e di se ku janë shkollat, të vendodhura, të vendosura të shkollave, edhe tregjet gjithashtu, që janë problem shumë i madh, madje ne kemi bërë dhe një video së fundmi, por nuk dua të zgjatet shumë tek këtë pjesë, për pazarin e ri, i cili normalisht duhet të jetë treg për fshatarët. Nuk është. Nuk është bërë si atraksion turistik. Po jo, pse më i nderuar Reon Veliaj? E them kështu në mënyrë ironike se vetëm i nderuar që s'është. Po pse nuk e bën atë tregun që të shkoja e nona i gjyshit, që vjen nga ana anës, edhe çesi ato domate, ato kile domate për turista, to janë vetëm për turistat, nuk janë. Po pse më nuk e shëmton ajo nona me ato, me zbukuron. Ajo nona me atë kovën me fiq. Ajo nona me kovën me fiq, që ka pasqit ky i nderuari. Ajo të nderon ty, ajo e zbukuron atë vend aty. Ja bëjnë me turp, Jo, ishte shëmton pamjen aty, nuk i pëlqen këtyre. Nuk i pëlqen. Ajo thjeshtësia, ajo tamam naturaliteti i gjës. Se po shkëputemi se nuk ka më shumë për brenda asaj gjë. Edhe pastaj është qyteti hallka e fundit apo. Edhe hallka e fundit pastaj është qyteti, domethënë që çojë Këshilli Bashkiak, vendimet që merren, mbledhjet lajt, anëtarët se kush janë dhe mënyra si ka votuar Këshilli. Pra gjithë anëtarët që çka kartoni kanë ngretë, pro, kundër, abstenime, etj. Pra çdo vendim është transparencë, dhe ky është synimi kryesor që zgjidh aplikacioni, është transparenca. Që është ndërmjet kryesore, domethënë, pasi ka një mungesë totale të informacionit. Kjo është një aplikacion që do implementohet, domethënë. Pra, në momentin që ne do jemi në Këshill Bashkiak, do luftojmë jashtëzakonisht shumë fort për të bërë një menaxhim të tillë. Kështu që gjithë juve që thonë jo po e zgjodhëm po na e futi, jo po na premtoi po s'na e bëri, ja urdhë ku e keni tash, ti shikoni live gjitha. Është transparente, nuk e manipulon dot as media as gjë, se tani këtu dhënat edhe manipulohen nga gjitha anët për atë punë. Është problem shumë i madh. Me këtë i del borxhi tash, me këtë si kemë faj njeriu. Kjo është një super ide, super zgjidhje që është edhe aq praktike se gjithë kemi telefon, dhe mos gjithë në shtëpi, njëri pak të minimalisht në shtëpi e ka telefon. Edhe nona ime që është 93 vjeç, që përdor WhatsAppin e YouTube-in e gjitha. Edhe super fare pra. Kaloj në TikTok-un pastaj.
Ja e keni mundësinë edhe duhet të votoni që të merrni atë transparencën që e keni dashur gjithë kohës. Falenderoj Clyde. Asgjë të lutem, ishte kënaqësi. Edhe aplikacioni të sjell në vëmendje pastaj edhe vendimarrjen, që ti merr vendime për qytetin, që është edhe një pikë tjetër kryesore. Çdo pallati jot që ti merr vendime, është pallati që ndryshon lagjen dhe më pas lagja është ajo që bën qytetin. Në këtë mënyrë plotësohet komplet harta e shërbimeve që ti si qytetar merr. Është kaq e thjeshtë domethënë. Perfekt. Po, puna është këta ide i kanë. I kanë ide, kanë super ide, kanë brillante ide domethënë, po kur vjen puna tek zbatimi pastaj aty Janë zero. janë zero.